Shpetim Bulliqi shumë shpejt mund të ndrojë partinë politike duke kaluar në disa parti të tjera, ose edhe të jetë kandidati i pavarur për të parin e podievës. Kështu deklaroi Bulliqi për Tribuna Channel. Ai shtoi se nëse nuk i jepet hapësira brenda LDK-s, do ta shtyjë ta mendojë seriozisht largimin nga kjo parti që ishte që nga themelimi i saj. Në një farë forme, do me thonë të krijohet hapësirë dhe kushtet përshtatshme për me mujtë me zhvilluar punën dhe aktivitetin normal mbrana kësaj dege. Nëse diçka e tillë do të krijohet, gjithsesi unë jam i gatshëm që të marr përgjegjësi, të angazhohem punoj. Po në rast se vazhdohet me këto tendenca për linçime, largime, kufizime të individëve mbrana degës, atëherë duhet shiquar mundësinë se si dilet nga kjo situatë për faktin që ne tash nuk mund të mbesmi peng e një individi, po them, në kuptimin e mos shkurjes përpara në aspektin e avancimit politik të timit. Mundësit jo nga vetëvendosja, po mundësit jo nga të gjitha subjektet politike të jem kandidat, mund të jetë mundësia edhe të jem kandidat i pavarur. Bulliqi shprehu akuzat të rënda ndaj kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe nënkryetarit Agim Veliu. Ai tha se këta dy persona kanë uzurpuar partinë duke menaxhuar kryekput për interesa personale dhe financiare. Bulliqi shtoi se këta të dy janë fajtor edhe për rezultatin e dobët të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 11 qershorit. Dhe të largohen këto monopolet cilat i kanë kriju individ caktuar dhe cilat në një farë forme partinë Lidhjen Demokratike të Kosovës e shohin vetëm si instrument që sjell të mira individuale atyre, edhe rrethit ose klanit ngushtë tyre. Prandaj me këtë formë qeverisjes, me këtë formë të udhëheqjes të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe nivelin qendror, edhe nivelin lokal, nuk mund të ketë progres përpara. Shpetim Bulliqi në legjislaturën e ardhshme ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës, që kishte ardhur nga dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Podujev, ndërsa në zgjedhjet e 11 qershorit ishte lënë jashtë listës për deputet, dhe sipas tij kjo ka ndodhur për inat personal të kryetarit të degës së Podujevës Agim Veliu.